31 vjeçari nga fshati Slupçan dyshohet se ka kryer sulm seksual dhe përdhunim ndaj një të miture dhe po ashtu e ka detyruar atë që të kryejë akte seksuale edhe me një person tjetër. Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se ka ngritur kallëzim penal për sulm seksual dhe shantazh ndaj personit me iniciale NA 31 vjeç nga fshati Slupçan për veprat e kryera penale, sulm seksual dhe përdhunim dhe për veprën shantazh dhe kundër QM 28 vjeç nga fshati Slupçan për veprën e kryer penale sulm seksual dhe përdhunim. Për mos publikimin e fotografive, të miturës i kishin kërkuar 20.000 euro. NA, në kundërshtim me vullnetin e shprehur në mënyrë të qartë, kreu akte seksuale ndaj një vajze të mitur në rrethinën e Likovës, ndërsa e detyroi për akte seksuale edhe me personin me iniciale të QM. Më pas, NA i është kërcënuar të miturës se Gjoja do t'i publikojë fotografitë e saj eksplicite, nëse ajo nuk i pagonte 20.000 euro. Vajza ishte e detyruar të marrë para nga shtëpia pa dijenin e prindërve dhe të huazonte nga persona të tjerë, kështu në disa raste ja ka dhënë parat personit NA. Të dy personat janë arrestuar dhe ndaj tyre prokuroria propozon që të caktohen masa paraburgimi. Prokurori publik, duke vlerësuar se janë plotësuar bazat ligjore, deri te gjykatësi i procedurës paraprake të gjykatës e themelore të Kumanovës, ka dorëzuar propozim për caktim të masës së paraburgimit për dy të dyshuarit që janë privuar nga liria. Prokuroria njofton se hetimet për këtë rast po vazhdojnë. Dosja për këtë rast pritet të zgjerohet për shkak të dyshimeve për përfshirjen edhe të personave të tjerë.